Ne kthehemi në studio të flasim tani për debatin politik dhe juridik për garën e ardhshme në 6 bashki, por specifikisht e gara e Tiranës që ka marrë edhe vëmendjen më të madhe. Do të diskutojmë një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me avokat Kujtim Sakrani. Avokat, shumë faleminderit, kënaqësi. Faleminderit për ju, gjoj, kënaqësia ime si gjithmonë me ju. Ndërkohë, paralelisht kemi kolegun gazetar Genc Burimi, njëkohësisht analist. Genci, shumë faleminderit. Dhe gjithashtu gazetarin dhe analistin Ermal Peçi. Ermal, shumë faleminderit. Gjoj, kënaqësi. Mirë, unë po nis bisedën nga studio me avokatin për një interpretim të përballjes mes, po themi, mendimit të juristëve, ankimimit të Veliajt, presidentit Begaj dhe po themi majorancës. Çfarë të bën përshtypje, avokat, kemi konsumuar një shkelje të kushtetutës, jo ne, por presidentin me dekretimin e datës zgjedhjeve, apo mendon se është luajtur me një teknikalitet që vendimi i takon Këshillit Bashkiak, siç thotë dhe argumentimi i presidencës? Shiko, do të kuptojmë diçka, sepse për një jave po flitet për këtë qasje, nëse është kushtetuese, është administrative apo jo. Flas për shkarkimin e zotit Velia. Duhet italianët kanë një shprehje, thonë 3 juristë bëjnë 7 mendje. Sepse nuk është matematik dhe shkencë eksakte. Është një analizë juridike që padyshim lë vend për interpretim. Nuk diskutohet që shkarkimi i zotit Velia u bë në mënyrën klasike, siç e parashikon dispozita në 62 gërma ç e ligjit për vetë qeverisjen. Dhe natyrisht që Këshilli Bashkiak kishte një lloj udhëzimi politik. Problemi është kjo, që deri këtu, deri te momenti i shkarkimit të zotit Velia jemi okej. Pra deri te kërkesa për shkarkim, por kemi një ngërç këtu. Nëse zoti Velia është shkarkuar sepse ai nuk shkoi në punë, pra të ushtronte funksionin publik me dëshirën e tij apo pa dëshirën e tij. Pra jemi në një vend që ligji nuk e parashikon as ligji për pushtetin në vetë qeverisjes pas kushtetuta. Dhe në rasti konkret jemi si në rastin e zotit Berisha, sepse edhe zoti Berisha u nyet e njëjta praktik. U mblodh, u kërkuaj që ati të hiqej mandati. Pra ati nuk e sepse u menduan atko që zoti Berisha nuk ishte shkuar në Kuvendin e Shqipërisë për 6 muaj, sepse kishte një arsye, nuk ishte lejuar, jo nuk ishte dashur. Dhe zoti Velia nuk u lejua për të shkuar të ushtroj funksionin publik, jo sepse ai nuk ishte dashur ta ushtronte. Megjithëse kjo pjesë kaloi dhe shkuam në Kuvendin dhe shkoj në kryeministri, pra te kryeministri për të marrë vendimin. Pra, kryeministri mori vendimin që në fakt duhet ta kishte shqyrtuar dhe kryeministri, a ishte i drejt vendimi i këshilltarëve apo jo, që e shkarkuan këtë, sepse kryeministri jo thjesht duhet të hedhë firmën, ok, unë e pranoj shkarkimin që kanë bërë këshilltarët, sepse janë 2 institucione krejt të ndryshme që operojnë me ligje krejt të ndryshme, sepse ndarja pushteteve, kjo është, pushteti qeverisë vendore ka ligjet e veta, kryeministri është pushteti ekzekutiv, pastaj jetë kështu me radhë. Problemi qëndron që nëse sot çështja ka shkuar në gjykatën kushtetuese, ka shkuar për të interpretuar këtë mënyrë shkarkimit të zotit Velia. Dhe gjykata kushtetuese aty nuk ka shkuar çështja që nëse është e drejtë për ta gjykuar gjykata kushtetuese ose jo. Pra gjykata kushtetuese mendoi që duhet të bëj interpretimin, sepse është një rast sui generis, pra nuk ka ndodhur më parë një rast i tillë. Gjykata kushtetuese do ishte pritur që gjykata kushtetuese të shprehej që nëse mënyra vendimarrja e Këshillit dhe më pas ajo e kryeministrit, e kryetarit Këshillit të Ministrave ishte në konform kushtetuesës ose jo. Pra, t'ia jepni mundësi gjykatës kushtetuese. Presidenti i Republikës tashmë, duke marrë parasysh, sepse interpretim ka bërë dhe presidenti i Republikës, interpretim juristët e tij kanë bërë një interpretim duke u bazuar nenin e kanë lidhur nenin 62 me nenin 115 dhe i referojnë vetëm paragrafit të parë, gërmës A, të nenin 62 që automatikisht pezullohet ku çështja shkon gjykatë kushtetuese, por në rastet kur e shkarkon kryeministri, duke marrë parasysh rastin e kryetarit e shkeljes flagrante të ligjit, siç ka ndodhur me rastin për shembull e kryetarit të Bashkisë së Vallut të Dejës, që më pas gjykata kushtetuese rrezoi kështu me radhë. Pra, por nëse duhet të shikojmë këtë gjë, unë mendoj se gjykata kushtetuese duhet ishte lënë të shprehë nëse shkarkimi i zotit Veliaj ishte kushtetues ose jo. Gjykata mund të pretendë. Por problemi qëndron që këta juristët
e presidencës ne na interpretojnë vetëm dispozitën në 162 dhe gërmën A, ku thot për të shkelje të rënda kushtetuese duhet të pritur gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese duhet të pritur patjetër edhe për këtë rast, sepse unë mendoj për te faktit zoti Velia politikan është i mirë është i keq i kësaj histori, kësaj natyre. Unë mendoj që shkarkimi i zotit Velia ka qenë një shkarkim në kundërshtim me ligjin, për faktin sepse zoti Velia nuk u dha mundësia që ai të dëgjoj që ati ti parashtroj kërkesa e këshillit, shiko, ne jemi mbledhur për ty zotri, sepse duam të shkarkojmë për 1-2 arsye dhe thirrët thot, zotri, pse nuk e ardhur ka munguar 6 muaj në vendin e punës. Pra dhe avokatët e tij, apo dhe zoti Velia në prezencë, sepse ne kemi parë që kanë shkuar me pranga në Kuvendin e Shqipërisë ose në Komisionin e Ligjeve deputetët që janë dëgjuar për atë të cilën ata akuzoheshin në Kuvendin e Shqipërisë për të hequr mandatin e kësaj merat. Pra, zoti Velia ju mohua një drejt kushtetuese e drejta për të dëgjuar. Nuk ka ndodhur në analet e drejtësisë sot, po flasim në një vend, qoftë evropian e kudo, që ti të shkarkosh dikë pa e dëgjuar. Pra, edhe Verogja, kur e shkarkonte Beqir Ballukun apo Kadria Ezmirin Shoh, bënte mbledhje byros, po e dëgjonte më. Pavarësisht se çfarë vendoste më pas, po e dëgjonte. Kjo është ajo që gjykata kushtetuese mendimin tim duhet të shprehet. Okej, Genc, ke një artikulim që ke shprehur dhe në një shkrim në shtyp ku flet për disa anomali që sipas teje ka ndodhur për koshiencën politike të kryeministrit mbi logjikën e moslënies së Bashkisë Tiranës pa një kryetar për një kohë të gjatë, dhe koha mund të ishte shumë e kofizuar dhe në analizë ke të drejtë te kjo pikë. Kishe diçka me avokatin se të pash që ndërhyre? Jo, si është diçka me avokatin, që sot që nuk ka ndodhur kur mos dëgohet. Ka ndodhur? Avokat, ka ndodhur me Belerin. Dhe Belerin nuk e veqin e zorën e pranga dëgjohesh, Belerin nuk e zorën e pranga dëgjohesh, as më debetimi, kështu që ka ndodhur, nuk është hera parë në Velie. Nuk se kjo është nuk ka lidhje, janë dy gjëra krejt ndryshme, absolutisht jo. Jo, argumenti jot juaj që s'ka ndodhur kur mos të dëgjosh pasi presës shkokën juridikisht dhe ke Enver Hoxha dëgjonin, po të citoj, mbase gabimisht, pak a shumë kishte juaj, po them ka ndodhur që edhe me Belerin, prandaj edhe një greqi tjetër u tensionuar. Jo, absolutisht nuk ka, më fal, jo. Zoti Beleri nuk ishte kryetar bashkie, nuk ishte për betimin, është tjetër moment procedural zoti Beleri. Mos ta ngatrojmë, jo, sepse flitet. Unë e kam mbrojtur zoti Beleri për mënyrën se ai do të shtronte funksionin. Por jo në kushtet e zotit Velia, po pa. Më dëgjoj gëzburimin, të kapa unë vdes për fjalët, unë vdes të kap njëri këtë fjalët. Sa po the që dhe në regjimin e Enver Hoxhës për dëgjonin, nuk bëhet fjalë për kryetar bashkie. Apo jo, Enver Hoxha bëhet fjalë për kryetar bashkie. Po them që sa po thekë tu s'dëgjon, dhe ke neve, ndos që s'dëgjon. Belerin nuk e dëgjuan, s'ka rëndësi fakti, po do të thotë që ndos që s'dëgjojnë. Tani po hyn rast konkret, mos me Enver Hoxhën për si rast. Ai mori vetë Hoxhën si shembull. Okej, pra Genc e ke në rastet. Po jo Genc, shiko, zoti Velia ishte ushtronte funksionin publik. Zoti Velia ushtronte funksionin publik dhe ishte duke ushtruar, dikush e ndaloi, e futi në paraburgim që ai mos ta ushtronte. Dhe kjo është tjetër gjë, zoti Beleri nuk u la të bënte betimin. Janë dy gjëra krejt të ndryshme pra. Kjo është ajo që duhet të them. Mos ta nga konfuzojmë publikun. Po mirë, ju keni mendimin tuaj. Avokat, për arsye populiste, ta dhe një, dhe mua po për populizëm më zdroi dot, sepse jam në një vend ku populizmi më shkon më të hundës me Le Pen. Sa po the për arsye populiste, që nuk është e drejtë mos të dëgjohet një njerëz të shpjegohet, nuk në rast konkret, ke Beleri. Edhe the biles në regjimin e Enver Hoxhës pas dënon të dëgjonin. Unë thash edhe në Shqipëri kjo ka ndodhur me Belerin. Tani po hyeten në rast të jep mandati po kështu, i ke dakord them drejt. Po the edhe një herë që ka ndodhur me Belerin që nuk ka dëgjuar. Okej, mirë, Genc, vijoj. Po mirë, zëm se ka ndodhur, po. Okej, faleminderit. Tani, ka dy gjëra. Radh pa një, teza ime është që nuk duhesh pritur kjo që ndodhi me këtë shkelje, do të hyjë në variantën e shkeljes me Velien, që kjo opozit të refuzonte të hynte në zgjedhje. Ky është artikulimi i shkrimit tim, për të thënë që nga ana logjike, nga ana demokratike, nga ana juridike, nuk mund të hysh në zgjedhje të reja të parakohshme, ndërkohë që ente nuk ke sheshuar çfarë ndodhi me zgjedhjet e kontestuara. Dhe sheshimi vjen nga raporti i Josep Odirit. Dhe kjo që udhëheq Rama thot është pikërisht ta marrin kthes, ta parakaloj këtë raport, të bëjë zgjedhje parakohshme në mënyrë që mos të përdori raport të bëhet nami. E them të argumentoj sepse po që Rama, po ti prekësh Rama me Raku për
publikun që Tirana mos kripa kryebashkiak, të 3 muajshin ai mund ta kishte aplikuar që më parë, që në prill, që në maj, që në muajin maj kur bën zgjedhjet dhe në Tun Paris ndodh, në Francë ndodh, për shembull tani themi neve që Macron i ka përheqën dhe kur të bëhen zgjedhjet legjislative apo zgjedhjet bashkiake në muajin mars, të bëhen zgjedhjet edhe prezidenciale. Që në muajin